Viti që ishte zgjedhja e kryesuesit dhe krijimi i Komisionit për Politikë dhe Financa. Gjithsesi, kryetari i komunës Mitrovicës së Veriut u deklarua dhe pat një kërkesë të futës si rend i ditës, domethënë largimi i komunës sonë nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Gjohë që me këtë rast ai shkeli ligjin, domethënë shkeli ligjin për veçqeverisje lokale, po ashtu rregullorën e kuvendit të komunës, sepse ajo kërkesë, domethënë nuk ka as bazë ligjore, as nuk ka ardhur në formë të shkruar, as nuk ka pasur ndonjë arsyetim mbi të, kështu që unë konsideroj që ky vendim i marrur dje është i palehtëshëm dhe ky vendim do të kthehet në pikën zero. Qartë, quajtet vendim antiligjor, po cila është konkretisht shkelja, zonja Doli? Procedura, kompetenca, motivi politik? Kryesisht ne e dim që mund të ketë kërkesa kryetari, po jo si kërkesa domethënë specifike të çohet në kuvend komunal dhe të bëj domethënë kërkesa kryesisht edhe rrjedhimisht është një kërkesë politike që e ka bërë. Domethënë kërkesat ose duhet të sqarohen mirë, duhet të ketë bazë ligjore mbi të shërbehet të gjithë kuvendarëve, të shohim çka shkruan aty, çfarë arsyetimi keni që rrjedhimisht doni të dilni nga Asociacioni i Komunave, domethënë Komuna Mitrovicës së Veriut, kështu që në çdo hap të saj është shkel ligji për veçqeverisje lokale, po ashtu edhe rregullorja e kuvendit, e cila e specifikon shumë mirë dhe qartë që materialet për çfarë do kërkesa ose çfarë do rendi ditës paraprakisht t'i kenë domethënë një javë përpara kuvendarët, t'i lexojnë, t'i shqyrtojnë, t'i shohin, pastaj tek të vijnë në kuvend të votohet ose të mos votohet një gjë. Çfarë do që është ajo.